Përshëndetje, jemi sërish bashkë me magazinën informative 21 Live News. Në fillim ndiqni disa lajme shkurt. Kryetari i Komunës Prishtinës Shpend Ahmeti deklaroi se deri më tani janë dërguar në prokurori mbi 70 lëndë për çështje të prokurimit, të ndërtimeve pa leje dhe pronave gjatë qeverisjes së mëparshme në këtë komunë, por shprehu pakënaqësi me trajtimin e ngadaltë të tyre. Ahmeti tha se do të ishte mirë që disa raste të profilit të lartë të procedohen më tej, sepse kjo sipas tij vetëm e forcon besimin në institucionet e drejtësisë. Ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj do të fillojë brenda 2 javësh ose më së voni brenda 1 muaji, bëri të ditur zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arieta Mjeku. Ajo tha për Evropën e Lirë se kjo fabrikë në vitin 2016 e tutje do t'i garantojë secilit qytetar ujë të pishëm 24 orë pa ndërprerje. Drejtori i Parkut Kombëtar të Shtetit Montana në SBA, Chas Van Gandern, gjatë vizitës në bjeshkët e Nemuna u bëri thirrje kosovarëve t'i ruajnë ato. U shpreh se bjeshkët e Nemuna janë pjesë e kulturës dhe e traditës suaj dhe ju duhet ta ruani atë ashtu siç e kanë ruajtur edhe të tjerët për juve sot. Kallzo.com joftoi se Van Gandern ishte musafir i organizatës Trashëgimia Kulturore pa kufi dhe operatorëve të tjerë turistik. Prokuroria serbe për krime lufte pretendon se ka informacion që në një fshat të rrethit të Gjakovës mund të ekzistojë një varrezë masive. Për të hedhur dritë mbi këtë dyshim pritet të nisin edhe gërmimet me ndihmën e EULEX-it, por pala kosovare thotë të mos jetë pyetur apo informuar për ekshumimin eventual. Fshati Piskoti i komunës së Gjakovës dyshohet se mund të fshet trupa të viktimave serbe të luftës në Kosovë. Dyshimin e ka bërë publik vetë prokuroria serbe për krime të luftës, e cila përmes një komunikate pretendon se posedon informata për të mbështetur këtë pohim. Në këtë njoftim, prokuroria thot se ka bazë për të konfirmuar informacionin e saj në terren, me që dyshon se mbetjet e serbeve të vrarë gjatë luftës në të ashtu quajtërin kamp të burgosjes në Likoc janë varrosur në Piskot të Gjakovës. Për këtë arsye, siç thuhet në komunikatën e publikuar, Prokuroria serbe ka vendosur që të hetojë këto informata, bashkë me misionin evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq thonë se ende formalisht nuk janë njoftuar për këtë gjë, po ashtu në njoftimin e prokurorisë serbe thuhet se në fshatin Piskot do të kërkohet dhe gërmohet për këtë varrezë potenciale masive. Misioni e EULEX-it nuk i ka komentuar këto informata. Në anën tjetër, banorët e fshatit Piskot thanë për televizionin ton se pak para nisjes së bombardimeve më 24 mars të vitit 1999, në fabrikën e lëngjeve kanë qenë të stacionuara forcat paramilitare serbe. Po ashtu sipas banorëve, në brendit të kësaj kazerme të improvizuar kanë qenë edhe frigoriferet e mëdhenj, të cilët qenë shfrytzuar si morg për forcat serbe. Disa fshatarë dyshojnë se në këta frigorifer janë ruajtur kufomat e serbeve për të mos u dekompozuar, por nuk e din nëse me largimin e trupave janë bartë edhe të vdekurit. Në anën tjetër, autoritetet kosovare do të marrin pjesë si vëzhgues gjatë gërmimeve të reja për varreza masive në Serbi. Siç mëson televizioni jon të enjtën, do të gërmohet sërish në ish poligonin e gjuajtjes së policisë në Batajnic, një paralagje kjo e Beogradit. Në këtë vend, ekipet mjekoligjore serbe dhe të EULEX-it do të kërkojnë për trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, të cilët ishin transportuar atje për të fshehur krimet e luftës. Trupat e mbi 900 shqiptarëve janë gjetur në Batajnic në vitin 2001, ndërsa për këto krime është dënuar me 27 vjet burg Vlastimir Đorđević, ish generali policisë serbe. Dyshimet e ngritura sërish për Batajnicën vijnë pasi ekipi kosovar është ankuar se në hapësirën ku ishte e vendosur tenda për autopsinë e trupave të pajetë nuk është gërmuar hiç nga ekipet antropologjike. Për të folur për çështjen e gërmimeve për varreza të mundshme masive, i ftuar në studio është koordinatori i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit Kushtrim Kara. Kushtrim, mirë se erdhët në studio. E nisim me çështjen e dyshimeve që janë ngritur për një varrezë masive në fshatin Piskot të Gjakovës. Këto dyshime i ka ngritur prokuroria serbe. Jeni njoftuar ju? Në fakt, siç kemi pozicionuar dhe më parë, domethënë në Komisionin Qeveritar Persona Zhdukur akoma nuk arrit ndonjë shkresë apo kërkesë zyrtare nga pala serbe. Mbos asaj që jemi informuar, domethënë është akoma si lokacion apo si rast në fazën e hetimeve dhe për ne si Komision Qeveritar, domethënë mund të potencojmë një fakt. Sigurisht që edhe ky rast
do të jetë njëri nga rastet në rast se ka danat mjaftueshme për të gërmu, konform procedurave dhe bazës ligjore të Republikës së Kosovës, me është informacion që rastërisht duke u hetu, dhe mund të them se do të jetë rasti 16 apo 17 që do të gërmohet në vazhdimin e disa lokacione që punohet pa ndërprerje. Është më rëndësishme po të nënsu sepse është një praktikë që është filluar kohën e fundit, por që nuk është mirë në kuptimin e ngarkesës tek familjarët, përkatësisht në gjendjen e tyre dhe ashtu të rëndë emocionale, kur rasti bëhet publike apo qarkullohet nëpër media, do të thonë pa u realizuar me ndonjë hap konkret në këtë drejtim. Do të thonë ne gjatë këtij viti kemi punuar jo vetëm territorin e komunës Gjakovës, por në disa lokacione. Sigurisht janë edhe njësoj lokacione cilat ne gërmojmë. Nuk është praktikë asnjëherë që gjatë gërmimeve përkundër faktit që mund të kenë dëshmi dhe dyshime shumëta, po nuk praktikohet që të gërmohet në pretendim për zbuluar apo për zhvarrosur mbetjen mortore persona të zhdukur të saj përkatësie apo të saj përkatësie. Domethënë është analiza e dynës ajo që bën apo jep qartë identitetin e viktimave gjithmonë pas zhvarrimit. Edhe është me rëndësi një fakt tjetër se raste të tilla gjithmonë bëhen publike, domethënë ka një javë që ne merremi me këtë çështje me mundësinë e lokacionit brenda teritorit të Gjakovës, dhe pikërisht bëhen publike kur ne, siç u potencuar edhe gjatë edicionit lajme pak më parë edhe nga ju, që ne bëmi gati dash të jemi pjesë në një procesi gërmues që të ndodh brenda kësaj jave, përkatësisht fund kësaj jave në Batanicë, dhe pikërisht bëhen publike në kohën kur rasti i Rashkës për ne si palë akoma nuk ka përfunduar. Para se të kalojmë te Batanica, na thuani, a jeni në dieni se ku mund të gjendet ky lokacion për të cilin ka ngritur dyshime prokuroria serbe? Është përmendur fabrika e lëngjeve në Piskut. Unë thashë më parë, momentin që në zyrën tonë do të arrijë ky informacion apo kjo kërkesë nga pola serbe, sigurisht se shumë kërkesa tjera ne do të procedojmë me seriozitetin më të madh dhe mënyrën më të mirë profesionale. Dhe momentin që ne do të kemi këtë informacion, ne do të procedojmë ashtu siç kemi proceduar edhe me shumë lokacione tjera. Do të thonë pa arrit ky informacion në zyrën tonë, sigurisht është herët flitet për lokacionin e saktë. Lëni të them që ne nuk ka as 2 javë që ne kemi gërmuar një lokacion që është shumë afër lokacionin fjalë, domethënë me një fshat tjetër komunës Gjakovës, mirë por rezultati i gjetjeve ka qenë negativ, ashtu siç po na ndodh në shumë lokacione tjera. Ashtu që ne bëjmë të rënë këtë rast, gjithë personat që mund të kenë informacione, megjithatë tash thirrja bie tek pala serbe, tu pas parasysh kohën edhe rrethanat e luftës, sepse gjithë e dimë që zgjidhja apo çelësi i zgjidhjes së problematike vazhdon besin autoritetin në Beograd, siç që çdo informacion zyrtar që mund ta kenë, le ta ndajnë me institucionin kompetent të Republikës së Kosovës, po ashtu edhe me ekspertë e Oleksit që janë pjesë e këtij procesi, dhe bashkërisht ne do të procedojmë konform ligjeve dhe legislacionit fuqi të Republikës së Kosovës. Besoj që Kosova ka qenë shembull jo vetëm këto vitet e fundit, por ka qenë shembull në rajon me procedimin e më të tjershëm të lokacioneve apo kërkesave që kanë ardhur nga pola serbe. Në këtë rast më do të kujtoj që ne kemi punuar për më shumë se 2 vite për shembull në lokacionin e Zhilivodës, që po ashtu ka qenë një lokacion që është proceduar me kërkesë edhe sipas informacionit që ka dorëzuar pala serbe. Për të mos përmendur disa lokacione tjera, që ne gjithmonë kemi proceduar në një afat duhur, kohor, gjithnjë në respektim të legjislacionit të procedurave konform procedurave në fuqi të Republikës së Kosovës. Kalojmë te Batanica. Pritet të ejtën të rifillojnë gërmimet në poligonin e gjuajtjes policisë, ku thuhet se ka qenë tenda e montuar dhe aty nuk janë bërë gërmimet, ka dyshime për trupa të tjerë në këtë lokacion. Ne kemi pranuar tashmë ftesën zyrtare nga pala serbe për të qenë pjesë e këtij procesi. Dhe sigurisht që mu më do të konfirmoj që përfaqësues të Komisionit Qeveritar, si edhe përfaqësues të shoqata familjare të bazuar ftesën që ka paraqitur pala serbe, do të jenë pranishëm gjatë këtij vlerësimi. Akoma nuk jemi të njoftuar me detajet e mënyrës apo formës së vlerësimit që do të bëhet, megjithatë është me rëndësi të nënsuar që do të ketë një vlerësim në Batanicë, por ne mbetet të shihet tek pas këtij vlerësimi se cilat do të jenë rezultate konkrete, po më duhet të theksoj se rasti i Batanicës është temë diskutimi dhe është potencuar ka vite, këto 3-4 vitet e fundit nga ana shoqata familjare, në rastin konkret po e potencoj shoqata familjare persona rrezuar nga komuna Podjevës, shoqata Përkord, dhe shoqata familjare nga komuna Soarekës, shoqata Shpresimi, veçanërisht pas vjetëve të fundit në Lubisht dhe në Korish, domethënë mes Prizrenit dhe Suarekës, ku për të 4 herë, domethënë gjatë gërmimit 4 që kanë ndodhur para 2 vitet e fundit, ka pas edhe këto gërmime kanë rezultuar me gjetje. Kështu që është kërkesë e familjarëve, ka qenë kërkesë edhe e jone, që të shërtojmë mundësinë për të kthyer edhe një herë në lokacionin e Batanicës, qoftë për të bërë një vlerësim apo rivlerësim të mundshëm të aty në 9 Batanicave, 9 Varrezave që kanë qenë pjesë e këtij lokacioni, në cilat është punuar. Ju do të merrni pjesë vetëm si vëzhgues në këtë proces të gërmimit të dy palëve, sepse çdo rast që është me interes përbashkët, ftohen pala tjetër. Në rastin konkret që ndodhen në lokacione që ne mund të punojmë me kërkesë të palës serbe, ku gjithmonë gjatë gërmimeve pala serbe ftohet si vëzhgues i këtij procesi, po si do të jetë më duhet me theksuar se
Gjithmonë në raste të tilla, ndoshta për shkak të rëndësisë që ka rasti, ne të kalojmë këtë statusin e vëzhguesit. Dhe shembull më mirë është rasti i Rashës, kur edhe aty ne kemi pas eksperton kanë pas statusin e vëzhguesit, me sa puna dhe kontributet që kanë dhënë eksperton, edhe ekspertë Olesi ka qenë jashtëzakonshëm. Kuptimin e përshpejtimit procedurave dhe kuptimin e përshpejtimit procedura personale kanë fjalën, kuptimin e gjetjes edhe procedimet të tjera shëmbetje martore që janë gjetë. Kështu që në rastin e Batanisit për shkak të jurisdiksionit në fuqinë nësë dy vendeve, eksperton. Po kjo prezenca ekspertëve tonë do të varet shumë nga rezultati i vlerësimit që ndodhen domethënë gjatë kësaj fundjavë. Zoti Garat, faleminderit që jeni në studion tonë të bashkëpunësimit. Vazhdojmë me informacionet tjera. Ndaj liderëve të Ballkanit kritika të ashpara ka drejtuar ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland. Ajo në një fjalim të saj në Forumin Strategjik për Evropën Qendrore dhe Lindore të mbajtur në Washington, ka theksuar dy plagë të rajonit. Në të rajonin kemi dy plagë kancerogjene si shmangja nga demokracia dhe korupcioni që po kërcënojnë ëndrrën për realizimin e së cilës punuan shumë njerëz nga viti 1989, deklaroi Nuland. Ajo ka pyetur liderët e rajonit se si mund që të flini gjatë natës me betimin tek neni 5 i NATO-s, ndërsa ditën të promovoni demokraci neoliberale, të promovoni nacionalizëm dhe të kufizoni lirin e media si dhe të diabolizoni shoqërinë civile. Nuland tha se këtë pyetje ja parashtron edhe atyre që mbrojnë funksionarët e korruptuar nga hetimet gjyqësore që rrethojnë parlamentin, kur i përgjigjet atyre apo kur bëjnë pazare për biznese, siç ka thënë ajo të fllihura. Trashëgimia e së kaluarës dhe tejkalimi i këtyre fenomeneve pritet të zë pjesë edhe në fjalimin të cilin do ta paraqes presidentja e Kosovës nëse shkon në Serbi. E para e shtetit, Atifete Jahjaga është ftuar zyrtarisht që të jetë pjesë e një paneli debatues ku krahas saj do të jenë edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Ftesa në adresë të presidentës Jahjaga është dërguar nga grupi evropian që funksionon në kuadër të Komisionit Trilateral Global, e të cilin e kryeson Jean-Claude Trichet. Këshilltari i presidentës Arber Vllahiu tha për televizionin tonë se presidentja Jahjaga ende nuk ka vendosur nëse do të shkojë ose jo më 1 nëntor në Beograd, siç është ftuar ajo. Paneli ku është parapar të marrë pjesë presidentja do të ketë për temë integrimet evropiane të shteteve kandidate për në Bashkimin Evropian. Siç mësohet, këtë panel pritet ta drejtojë Carl Bildt, ministri i punëve të jashtme të Suedisë, që dikur shërbeu si përfaqësues i lartë për Bosnjë dhe Hercegovinë. Përveç se po lobohet gjithandaj për Kosovën, një ranglistë e publikuar javën e shkuar pasqyron anën tjetër të medaljes se çfarë pasqyron Kosova për botën e tretë. Qendra mbretërore për studime strategjike të Islamit në Jordani ka nxjerrë një ranglistë të 500 muslimanëve më me ndikim në botë, ndërsa presidentja Atifete Jahjaga zë vendin e 45. Në mesin e 500 dhe më me ndikim ka shkencëtar, artist e mbretër. Hartuesit e kësaj liste kanë pasqyruar ndikimin që individët musliman kanë në komunitetin e tyre musliman, i cili globalisht numëron mbi 1.7 bilion besimtar, qoftë në aspektin kulturor, ideologjik, financiar apo politik. Në dhjetëshën e parë janë të gjithë liderët politik dhe mbretër, përfshirë mbretërinë e Marokos, Muhamedin e 6 dhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Muslimani më me ndikim në botë vazhdon të jetë mbreti saudit Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Jahjaga është gruaja e tretë në listën e top muslimanëve në botë, ku përveç saj janë edhe mbretresha e Jordanis Rania Al Abdullah dhe Shekja Munira Kubeisi, që drejton lëvizjen Kubeisi në Siri. Dalemi tek zhvillimet politike në vend. Koalicioni pasgjedhor LDK-AAK-Nisma dhe vetëvendosje shprehet optimist se në seancën e së ejtës, të cilën e kanë përcaktuar pa miratimin e kryesueses Zbrovina, do të gjendet zgjidhja e konstituimit të kuvendit dhe organeve drejtuese. Glauk Konjuhca nga vetëvendosje shpreson se do të gjithë deputetët duhet i thrasin arsyes, duke aluduar kështu në Partinë Demokratike të Kosovës. Deputetët e koalicionit pasgjedhor LDK-AAK-Nisma dhe vetëvendosje tashmë i kanë dërguar 63 nënshkrime kryesuesës së kuvendit Flora Brovina për të kërkuar debat në seancën e së ejtës, të cilën e kanë caktuar pa miratimin e saj. Por se a do të përsëritet skenari i njëjtë që të ketë vetëm debat,
por pa kryesuesen Brovina dhe pa deputetet e PDK-s, koalicioni është optimist se nuk do të ndodhë kjo, por do të gjendet zgjidhje, ndërsa kërkojnë nga PDK që t'i thërrasin arsyes për pjesëmarrje në seancë. Ne jemi të shpresës që të gjithë në fundit do t'i thrasin arsyes. Dhe jemi optimist që do të ketë një zgjidhje, mirë po një zgjidhje për brenda kornizave të demokracisë. Kjo tashmë në Kosovë dihet që ekziston, nuk mund të spekulojmë lidhur me këtë gjë tashmë, ajo është një fakt i kryer. Shumicën për krijimin e institucioneve e ka bloku LAN plus lëvizja vetëvendosje. Duke ju referuar rregullores së Kuvendit dhe Kushtetutës së Kosovës për siç thon pjesëmarrjet e të gjithë deputetëve në seancën konstituive, përfaqësuesi vetëvendosjes Glauko Njufca e quan të pakuptimt refuzimin e PDK-s për pjesëmarrje në këtë seancë. Është krejtësisht e pakuptueshme që një subjekt politik thotë se nuk do të marrë pjesë në seancën themeltare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo është e sankcionuar edhe me rregullore të Kuvendit, por edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, që në seancën themeluese të Kuvendit, të institucionit më të lartë legjislativ, duhet të jenë të pranishme të gjitha subjektet politike dhe të gjithë deputetët. Ajo që është më e rëndësishmja të ndodhë në ditën e enjte është e drejta për të diskutuar. Neve na është mohuar e drejta për të diskutuar 3 herë radhazi. Insistimi i koalicionit pas zgjedhor që të thirret sa më shpejt kjo seancë, sipas përfaqësuesve të saj, do të bëjë që të ketë veprime të bashkërënduara mes tyre, në mënyrë që të zgjidhet ngërçi politik, i krijuar tash e sadit. Mirë po pavarësisht se çfarë thon ata të bllokut, në Partinë Demokratike të Kosovës s'ka disponim për t'ia përmbushur kërkesën për debat në Kuvend. Zyrtarët të PDK-s përjashtojnë mundësinë e pjesëmarrjes së debatit të paralajmëruar për të enjtën në Kuvend, para se kjo parti të merret vesh me partitë e tjera për zhbllokimin e situatës politike. Kështu, këta zyrtarë kanë kërkuar që negociatat mes bloqeve politike t'i paraprin një debatin në Kuvend, në të kundërtën do të vazhdoj amullia aktuale. PDK-ja vazhdon të ri besnike ndaj deklaratës që ka dhënë kryetari i saj Hashim Thaçi, me të cilën janë ftuar të gjitha partitë parlamentare për të ulur në tavolinën negociatore, për të krijuar kështu hapësirë për lëshime e kompromise politike. Kjo ofertë e Thaçit është refuzuar nga bloku 4 partijak LDK, Vetëvendosje, AK dhe Nisma. Për të folur më gjërësisht rreth këtyre zhvillimeve, ftuar në studio është deputetja e LDK-s Alma Lama. Bisedën me deputetën Lama zhvillon kolegu Kushtrim Kadriu. Përshëndetje zonja Lama, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se u gjetër. Atëherë faleminderit Leonora. Zonja Lama, keni kërkuar vazhdimin e seancës konstituive për të enjtën. A të mbahet kjo seancë e thirrur nga koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosja? Natyrisht që do të mbahet dhe nuk do duhet të diskutoj fare më kjo çështje. Në fakt ne jemi vonuar jashtëzakonisht shumë në konstituimin e parlamentit dhe është e turpshme kjo situatë. Dua t'ju garantoj që jo vetëm unë, por shumë deputet nuk dihen as pak komod me këtë situatë të krijuar, që është një situatë krejtësisht antidemokratike, ku një zonë që ka qelluar aty për shkak të moshës, në urdhrat e liderit të saj, është ndruar në blokues të Kuvendit, të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, dhe natyrisht mbështetur nga një vendim krejtësisht antidemokratik, antilogjikës demokratike të gjykatës kushtetuese, e cila i jep mundësinë një personi të shantazhojë. Kjo nuk mund ndodh në asnjë institucion tjetër demokratik. Çfarë do të bëni të enjtën? Do ta zgjidhni kryetarin dhe nën kryetaret e Kuvendit, apo do të bani vetëm debat në këtë seancë? Natyrisht që esenca e të gjithë debatit do duhet të ishte zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, që nënkupton edhe konstituimin e punës së parlamentit. Unë duhet ju them që kushdo që nuk merr pjesë, duke ju referuar lajmit që u lexua më herët që Partia Demokratike nuk merr pjesë dhe ndonjë parti tjetër apo deputet tjetër nuk merr pjesë, të gjithë ata që s'marrin pjesë thjesht po i kontribuojnë vazhdimit të krizës institucionale, e cila është në dëm të Kosovës në radhë të parë, është në dëm të qytetarëve, në dëm të imazhit, në dëm të funksionimit të shtetit në të gjitha fushat e tij. Debati është për të bërë në parlament, sepse parlamenti ose kuvendi, ta themi shqip, është vendi ku kuvendohet dhe askush në mënyrë autoritative apo arbitrare nuk ka të drejtë të mohojë fjalën deputetëve. Fjala e deputetëve garantohet jo vetëm me kushtetut, por edhe me rregulloren e punës kuvendit, dhe kushdo që do tentoj ta bllokoj
rregulloria i përcakton procedurat se si veprohet në të tilla raste. Në rast se kryesuesja e kuvendit nuk do të vijë, edhe pse ajo është thirrur, është lajmëruar, mos harrojmë që rregulloria e kuvendit e parashes zëvendësimin e kryesuesit i cili refuzon të drejtoj seancën dhe besoj që këto do duhet ishin hapat të cilët do të ndërmeren në ditën e njëjtë në rast se do të refuzohet që të drejtohet kuvendi. Edhe një herë po e theksoj që askush nuk ka të drejtë të mbaj peng një institucion, për më tepër institucionin më të rëndësishëm që është institucioni i përfaqësuesve të dalë nga vota e popullit. Pra, në seancën e së njëjtës, ju do të votoni kryetarin dhe nënkryetarin e kuvendit. Çka nëse PDK-ja do të insiston sërish të ankimojë këtë në gjykatën kushtetuese? Unë thash që esenca do të ishte kjo, por natyrisht që ne do të ende nuk e kemi bërë mbledhjen e grupit parlamentar për të folur në mënyrë të detajuar në lidhje me hapat. Ajo çfarë mund të them unë është që PDK-ja ndoshta këtë dëshiron që ta dërgojnë gjykatën kushtetuese çfarë do lloj veprimi sepse kontrollon gjykatën kushtetuese, por unë them që edhe gjykatës kushtetuese do t'i vijë një ditë fundi në kuptimin që nuk do të guxojë të marrë vendime kaq antidemokratike. Të mos harrojmë, në demokraci ka një parim i cili nuk mund të, në momentin që rrëzohet ai parim nuk mund të flitet më për demokraci, e që është në demokraci vendos shumica. Në kuvendin e Kosovës ka një shumicë të qartë, e cila duhet të vendos. Ndonjë subjekt politik, siç është rasti i PDK-s, e cila është pakicë, pra për sa i përket numrave, nuk ka dëshirë të vijë në kuvend, nuk ka të drejtë ta bllokojë punën e kuvendit. Imagjinoni një situatë në çdo vend të caktuar, kur një parti e cila nuk i ka numrat refuzon të shkojë në kuvend. Sipas kësaj logjike duhet që tani të bllokohen institucionet vetëm se erdhi një parti, pra në demokraci nuk funksionohet me logjikën as të pakicës dhe as të shantazhuesve. Atje ku funksionon logjika e pakicës, atje nuk është demokraci, mund të jetë autokraci, mund të jetë diktaturë etj. Në seancën e së njëjtës, a e keni mbështetjen e minoriteteve, a u kanë konfirmuar se do të marrin pjesë në këtë seancë? Unë nuk jam marrë shumë me minoritetet, por merren grupet punuese që po punojnë aty, por mendoj që ata do duhet të ishin prezent, sepse seanca është thirrur në mënyrë të rregullt. Janë mbledhur firmat e shumicës së deputetëve, të cilën kanë të drejtë, janë të vetmit që kanë të drejtë ta mbledhin kuvendit. Nuk ka asnjë përfaqësues mbi deputetët që do të mund ta bënte këtë, as gjykata kushtetuese. Deputetët kur duan, mbledhin firmat e nevojshme dhe e mbledhin kuvendit. Në rastet e seancave të zakonshme, kjo bëhet vetëm me 40 firma. Në rastin konkret i kemi mbi 60 firma, që është shumica e nevojshme për të mbajtur një seancë. Mos harrojmë, parlamenti funksionon me shumicë. Dhe kur është shumica e domosdoshme prezente, atëherë gjithçka është e ligjshme. Faleminderit për kohën tuaj, zonja Lama. Faleminderit për ju. Leonora. Faleminderit Kushtrem, faleminderit edhe nga ana ime zonja Lama. Vazhdojmë me rrjedhën e informacioneve në studio. Vizita e paralajmëruar e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë Edi Rama në Beograd është mirëpritur nga liderët shqiptar të Luginës së Preshevës. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, njëherë deputet në Parlamentin e Serbisë Riza Halimi, tha se vizita e kryeministrit Edi Rama në Beograd ka rëndësi të veçantë për shqiptarët e rajonit të Luginës së Preshevës. Për ne në Preshev, Bujanoc dhe Medveq, ka rëndësi të madhe kjo vizit, pasi përmirësimi i marrëdhënieve dhe kontakteve në këto relacione duhet të ketë ndikim edhe në përmirësimin e jetës së shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Halimi ka theksuar problemin e manipulimit me numrin e shqiptarëve për zgjedhjet e Këshillit Nacional. Ai deklaroi se partitë shqiptare kanë vendosur të fillojnë një peticion përmes të cilit do të kërkojnë ndalimin e manipulimit me numrin e shqiptarëve dhe respektimin e të drejtave të tyre. Me këtë peticion do t'i drejtohemi Bashkisë Ndërkombëtare, pasi problemet tona u kemi referuar organeve më të larta shtetërore dhe ambasadave relevante në Beograd, tha Halimi, teksa shtoi se kjo çështje pritet të jetë pjesë e bisedimeve ndërmjet kryeministrit shqiptar dhe zyrtarëve serb. Kthehemi në Prishtinë, në ambasadën e Gjermanisë është zbuluar një mashtrim masiv për viza me një nivel të lartë profesionalizmi në falsifikim të dokumenteve, shkruan shtypi gjerman.
Si që raporton e përjavshmja gjermane Focus, zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë kanë zbuluar raste të shumta të falsifikimeve përfshirë këtu edhe ato që kanë të bëjnë me certifikata të njohjes së gjuhës gjermane të kategorisë A1, të cilat nevojiten për viza të bashkimit familjar. Sipas këtij shkrimi, Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë e ka informuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës për këto falsifikime. Ndërkohë po vazhdon projekti i Komisionit Evropian për regjistrimin e adresave në vendbanimet e Kosovës. Në këtë proces prind komuna e Shtimës, ndërsa ngecin Prishtina, Peja, Prizreni, Mitrovica e Gjilani. Një nga projektet e Agjencisë Kadastrare të Kosovës është regjistrimi, numërimi dhe së fundi dhe digitalizimi të gjitha rrugëve të vendbanimeve të Kosovës. Në këtë proces, sipas të jetë, emërimin e rrugëve i bëjnë vetëm komunat. Të gjitha rrugët e Kosovës janë të digitalizuara, duhet të jenë të emëruara, sepse emërimin e bën vetëm komuna për territorin e vet. Ndërsa Agjencioni Kadastral i Kosovës së bashku me projektin e financuar nga Komisioni Evropian ka arritur që ti përmbylli të gjitha të dhënat që ka qenë nevojshme. Dhe tash ka mbetur vetëm numërimi, emërtimi në vërtet i rrugëve dhe numërimi i hyrjeve të objekteve. Nga Agjencia Kadastrale e Kosovës, komune e Shtimës është cilësuar si më e suksesshme në realizimin e këtij projekti. Vlera financiare e këtij projekti ka qenë dikon rreth 80.000 euro me pjesëmarrje të komunës e Shtimës, vlerë prej e shprehur në përqindje 15% të vlerës financiare. Gjithsej rrugë të emëruar në komunën e Shtimës kemi 330 rrugë me rreth 6.000 numra të shtëpijeve. Rëndësia e këtij projektit është shumë e madhe që nga tani dihet që qytetarët e komunës së Shtimës posedojnë emërtimet e rrugëve, dhe kanë adresë, njëkohësisht edhe numrat e shtëpijeve. Qytetarët e Shtimës shprehen të kënaqur me realizimin e këtij projekti dhe se tani kanë adresat e sakta. Fevzi Balli. Jeni Shtimës? Jam vendas i Shtimës, po. Dhe Shtima ka kry emërtimin e rrugëve. Si vlerësoni këtë? Po, është një hap shumë i mirë, se për çdo informat e ki rrugën shembull komunës me kërku qatë person, ose një letër ose adresë. Unë besoj se është një punë shumë e mirë, besoj që është një punë shumë e qëllume dhe e vlerësoj shumë në mënyrë pozitive. Vetëm 17 komune kanë përfunduar këtë projekt të Komisionit Evropian, ndërkaq 17 të tjerat ngecin. 17 komuna e kanë mbaruar. Morëm shembull Shtimën, e cila edhe numërimin edhe emërtimin e ka mbaruar dhe funksionon sot shumë mirë. 17 të tjera akoma nuk e kanë përfunduar. Dhe mund them, jo shumë me kënaqësi, por duhet ta them që komunat e mëdha akoma nuk e kanë përfunduar punën e tyre, siç janë Prishtina, Mitrovica, Peja, Prizreni dhe Gjilani. Për këtë qëllim, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke biseduar me Komisionin Evropian për gjetjen e mënyrave për motivimin e këtyre komunave që të ecin më tutje në përfundimin e këtij projekti. Vetëm 60 shkolla në nivel vendi janë me psikolog e pedagog. Drejtues të arsimit paraqitën nevojën për përfshirjen e tyre në masë më të madhe nëpër shkolla dhe morën premtime për avancim të numrit të tyre gjatë viteve në vijim. Njohës të arsimit në vazhdimsi kanë theksuar nevojën e përfshirjes së psikologëve dhe pedagogëve në përshkolla, duke i cilësuar ata si faktor parsor në parandalimin e sjelljeve devijuese të nxënësve. Në vendin tonë ndërkaq janë vetëm disa psikologë dhe pedagogë të angazhuar. Rëndësia e psikologut në shkollë është e dorës së parë. Psikologu në shkollë siguron një, domethënë, kujdes më të mirë për nxënësit, po ashtu i vjen ndihmë edhe stafit pedagogjik për të punuar më mirë me nxënësit. Gjithashtu mund të ndihmojë edhe menaxhmenti i shkollës në politika caktuara që ata zbatojnë në shkollë, dhe nga ana tjetër mund të siguroj realisht një lidhje më të mirë me komunitetin në kuptimin e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, apo çështje të tjera emergjente që kanë lidhje me rolin e komunitetit, përkatësisht prindërve në shkollë. Mungesën e psikologëve dhe pedagogëve në përshkolla e vënë pa edhe Drejtoria e Arsimit në Prishtinë. Ne kemi 12 shkolla të mesme të larta dhe do duhet ishte nga një në secilën shkollë, por natyrisht edhe në shkollat nëntëvjeçare, sidomos në shkollat të cilat kanë një numër më të madh të nxënësve, të cilat kanë specifikat
të ndryshme, qoftë për shkak të komunitetit ku bëjmë pjesë, qoftë për shkak të kërkesave të nxënësve të ndryshëm, po edhe të stafit të mësimdhënësve. Në Ministrinë e Arsimit janë në dijeni për numrin e vogël të shkollave që kanë psikolog dhe pedagog, por theksojnë se do të punojnë për të rritur numrin e tyre. Ne si Ministri e Arsimit jemi të vetëdijshëm që numri sa është deri më tani është një numër i cili nuk i plotson të gjitha kushtet dhe normalisht nuk është një numër i kënaqshëm për ne si Ministri e Arsimit. Andaj Ministri e Arsimit vazhdimisht ka bërë përpjekje edhe me komunat, por edhe me Ministrinë e Financave që të sigurojë buxhetin, të planifikojë buxhetin që ky numër të shtohet. Në bazë të ligjit për arsimin parauniversitar, secili institucion arsimor duhet të ketë nga një psikolog dhe pedagog, prezenca e të cilëve po theksohet e nevojshme sidomos tani me zhvillimin intenziv të teknologjisë. Nga Departamenti i Kulturës në studio është kolegja Dona Podvorica. Përshëndetje Dona. Mirëmbrëma Leonor. Edon, sot është dita botërore e arkitekturës dhe natyrisht kronikën e kulturës e nisim me një informacion që ka të bëjë me arkitekturën e kryeqytetit tonë, për cilën nuk ka vlerësime dhe aq të mira. S'ka vlerësime shumë të mira Leonora, beton gjithandej rallë ndonjë hapësirë aty këtu gjëllbruese, e vjetra e glabruar nga modernja, ndërsa aty këtu ndonjë objekt i mbetur nga periudha e komunizmit. Kështu përshkruhet Prishtina në ditën ndërkombëtare të arkitekturës. Në ditën botërore të arkitekturës, arkitektët fajin për këtë. Ja hedhin më së shumti kompanive të ndërtimit si dhe pseudo-arkitektëve të angazhuar nga këto kompani. Kjo është Prishtina, me shumë ndërtesa e trotuare të betonizuara e me pak apo fare hapësirë të gjelbëruar. Diku, e vjetra është mishëruar me terren, e diku tjetër modernja ka glabëruar të kaluarën. Ka edhe objekte të cilat kanë mbetur në mes të qytetit si dinozaur të sistemit të kaluar. E kjo arkitektur, për arkitektën Eliza Hoxha, është katrahur. Ajo thot se këtë e kanë shkaktuar kompanitë e ndërtimit të dala pas lufte në Kosovë, si dhe pseudo-arkitektët e punësuar në to. Shumicën e rasteve ndërtesa që janë ndërtuar, dhe më thonë nuk kanë bëjnë fare me arkitekturë të me një arkitekt. Zakonisht, dhe më thonë një kompanitë ndërtimore të cilat o bëjnë projektet vetë, o kanë një arkitekt të ashtu quajtur i cili kryjnë këto shërbime. Këtë betonizim, apo më mirë të themi këtë mishmash të krijuar në arkitekturën e qyteteve të Kosovës, arkitekti Astrid Nigja e sheh si pasojë mungesës së një kulture të përgjithshme, duke filluar nga institucionet shtetërore e deri tek qytetarët. Duhet me ndryshu mënyra e perceptimit të problemit, mas pari prej zyrtarëve politik, mirë po ata po duket kanë punë tjera, nuk kanë kohë më marrë me arkitekturë. Por cila është zgjidhja për këtë problem? Duhet të vendos rend shteti, duhet vedjesimi kompanive ndërtimore për punësim të arkitekteve profesional, apo duhet pritur ndryshimi mentalitetit të shoqërisë kosovare në këtë aspekt? Dy arkitektët, Eliza Hoxha dhe Astrid Nigja, kanë një përgjigje. Është koha e fundit që edhe Prishtina, natyrisht, edhe shumë qytetet të Kosovës, synojnë që t'jenë hap me trendet në botë, sa i përket debatit për arkitekturën dhe për qytetin, sepse nuk mund të ngecemi vetëm në nivelin e nevojave bazike, do me thonë të strehimit, të punës dhe hapësirave elementare për jetë, por duhet që këtë debat të ngrisim edhe në nivelin intelektual, kulturor, dhe të jemi në vijë me atë se çka ndodh, do me thonë, dhe në botë. Me ndru në kuptim, me ndru në sjellje, fatkeqësisht po duhen viza për me shku me pak jashtë, për me ditë çka është një trajtim, mos me ndërtu ma i liri. Ekspertët thonë se nëse trendi ndërtimit të objekteve të reja do të vazhdojë me të njëjtin ritëm, atëherë mirëqenia e brezave të ardhshëm do të jetë në rrezik. Sipas tyre, në të ardhmen hapësirat e gjelbëruara do të jenë edhe më të pakta se tash, ndërkohë që hapësira e lëvizjes për njerëz do të jetë edhe më e vogël. Para buletinit meteorologjik, ku është paralajmëruar rrebesh i madh i shiut në Prishtinë, një shetin në botën e sportit me rubrikën e përgatitur nga Anden Rashica. Nisi rrugëtimi i basketbollistëve në ETC Super League për edicionin 2014-2015. 8 skuadra sa ka tash Liga e Basketbollit filluan marshin drejt 4 pozitave që do t'i dërgojnë në fazën e play-offit. Skuadrat tashmë i kanë të qarta ambicie dhe janë përgatitur për sfidat e reja.
Dikush më pak e dikush më shumë, por të gjitha kanë investuar duke sjellë basketbollist nga jashtë në radhët e veta. Ajo që u veçua në javën e parë ishte hapësira më e madhe që patën lojtarët vendës, sidomos të rinjt, të cilët në sajt të rregullorës së Federatës së Basketbollit kushtëzohen që të kenë minutazh të caktuar për grup moshën nën 20 vjeç. Edicionin e ri e hapi ndeshja në mes të kampionit aktual Sigal Prishtina dhe të rikthyerit në ligë vëllazënimit. Në atmosferë të mirë sportive në palestrën e mbushur pas shumë kohësh, kryeqytetasit shënuan fitore ndaj vëllazënimit me rezultat 88-72. Tjetër ndeshje interesante ishte ajo që u zhvillua në Suarek. Kosova e Re Bashkimi fitoi ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 80-66. Tërsa po rikthyerit në elitë bën një paraqitje të mirë para tifozëve vendas, mirë po mungesa lojtarëve cilësor në bankën rezervë la gjurmën e humbjes. Në Karagaç flet Peja. Derbi lokal i dy skuadrave Peja Besa pati interesim të madh te publiku pejan. Peja fitoi takimin me 16 pike përsi 89-73. Trajneri rikthyer në ekipin e Pejës Boris Kurtović lë për të dëshmuar se me përforcime të reja do të krijojë skuadër të fuqishme për të rikthyer nam e dominim në ligë, por edhe në ligën ballkanike. Në Ferizaj, siç është pritur, Trepça mbizotron ndaj Kastriotit. Xhetarët fituan mbindshëm me rezultat 84-67. Mitrovica, siç nga fillimi ishin superior ndaj kundërshtarit, që nuk pati forcë të përballet dinjësisht me ish-kampionin. Në periudha të caktuara, Trepça në fushë u paraqit me lojtar vendor, të cilëve u dha minutazh të lakmueshëm, pasi krijoi epërsi solide. Javët të ardhshme do të na bindin për forcën dhe cilësinë e ETC Superligës në këtë edicion të ri. Për nesër, meteorologët parashojnë që mbi vendin tonë të mbajë mot i ndryshueshëm, me reshje të shiu të her pas hershme, por edhe me intervale kohore me diell. Temperaturat do të lëvizin deri në 18 gradë Celsius maksimalja, ndërkaq 11 minimalja. Në Prishtinë, temperatura maksimale nesër do të shënojë 17, mot i ndryshueshëm me intervale kohore me diell, por edhe me reshje shiu. Të mërkurën dhe të ejtën, deri të shtunën, pritet përmirësim i dukshëm i motit me diell, temperatura deri në 23 gradë Celsius, mot me shi parashije të mbajnë në territorin e Shqipërisë, ndërkaq temperatura më e lartë atje shënon 20 gradë Celsius. Po ashtu, mot me reshje të shiu pritet të mbajë edhe në Maqedoni, temperatura maksimale atje në Xhevgjeli 19 gradë Celsius. Ndiqni temperaturat edhe për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Ishte magazina informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët, dhe mirëmbëjtje.